atë se çfarë besojnë të gjitha njerëz që do të vinë sot dhe do të mblidhen këtu në Sheshin Skënderbej në Tiranë për t'i mbrojtur dhe për të kërkuar drejtësi për të gjitha ata që janë duke u gjykuar atje nga shëmtaqi bashkë edhe me të tjerët të cilëve po i vazhdon gjykimi. Pranë vetes kam një nga ata që në fakt nuk ka munguar në asnjë nga protestat që janë bajtur me këtë qëllim. A na tregon emrin mbi emrin dhe Muhamet Elshoni nga Tharonda, për ndryshë Sorek, ka marrë këtu me protestu për padrejtësitë që bën shërimtarëve tonë kundër gjykatës Tagës. Shumë e padrejtë për bëhet për ata. Edhe kom shku edhe në Hollandë, edhe në Prishtinë, edhe këtu, ku të ka nevojë kemi se shumë e padrejtë për bëhet. Këtë gjykatë shumë e padrejtë. Nuk i dënon kriminalet serb, po i dënon këta që nuk i kemi shku mi sëlmu, por në kanë sëlmu, në kemi mbrojt pragun e derës tonë. Çka mendoni me e arrit me synimin për mbledhjet tashmë protestat që po bëhen edhe më të shpejta dhe janë paralajmëruar që do të mbahen edhe në qytete të tjera pas Tiranës? Kemi në ta sheh Evropa ku është që për përgëdhel Serbinë në për dëmtohemi. Që të arrim qëllimit. Edhe kemi me arrit qëllimit, do t'i lirojmë. Do t'i lirojmë. Kismet. Do të merrni pjesë kudo që thirrën protestat? Po, patjetër. Ku marr pjesë në luftë ose në protesta që është bërë. Ju keni qenë edhe luftëtarëve? Po, kam qenë. Faleminderit shumë për këto momente që ndonë. Faleminderit edhe juve. Ndërkohë ne do të vazhdojmë edhe bashkë me qytetarë të tjerë. Kemi një që është me një flamur gjigant që është ndër të parët e këtij lloji që po shihet këtu në Sheshin Skënderbej. Përshëndetje e nderuar. Prej cilit vend jeni? Jemi drejt për drejt në Klan Kosovë. Unë jam nga Peja. Jeni nga Peja. Po. A na tregoni qëllimin pse keni ardhur, cili është mesazhi që përballet, keni shumë simbole me vete që keni sjell. Qëllimi po dihet. Ti përkrahim çlirimtarët, se pa çlirimtarët nuk ka liri të plot. E padrejësia që po ju bëhet, jemi ardhur me i përkrah dhe me dhënë mesazhin tonë që po bëhen padrejta kundër ushtrisë çlirimtarë të Kosovës. Keni ardhur goxha herët, është e paralajmëruar për 5 dite. Keni dashur që ta përcjellni më gjatë mesazhin tuaj? Jo, nuk është herët. Po të kisha mujtë që ardhë edhe më herët. Është kjo diçka që mundem na me bë, që është minimumi që mundem na me bë për çlirimtarët. Edhe unë jam ardhur nga Gjermania, jetoj në Gjermani. Keni ardhur veç mas për këtë protestë? Po, se unë jam në Gjermani që 40 vite, edhe jam mërgjimtar dhe kom ardhur ti përkrahi. Kur na patëm nevojë për çlirimin, për ndihmën e tyre, për luftën, çlirimin e Kosovës, ishim krenar, edhe tani jemi krenar, po paktën është kjo minimumi që mundën na me bë për çlirimtarët. A është kjo protestë, ky marsh, krejt çka mund të bëhet për ta apo ka edhe rrugë të tjera sipas jush? Për momentin është kjo çka mundën na me bë. Ta shohim gjitha këto është nga shoqata veteranëve, si ata të bëjnë organizime, si të lajmërojnë popullin, njerëzit ata që shprehin dëshirë dhe kanë dëshirë me artu. I presim në të ardhmen si do të shkojë puna, edhe dëshiroj sa ma shpejt të vinë të familjet të tyne, vinë vendin e tyne ku kanë kontribuar për çlirimin dhe ta gëzojnë lirinë, siç ne po e gëzojmë lirinë dhe ata ta gëzojnë liri bashkë me neve. Faleminderit shumë. Kemi asur në fakt në 2 nga ata që kemi biseduar, që kanë qenë nga Kosova, duket se ata që kanë ardhur pikërisht nga vendi ku janë edhe ata që janë duke u mbajtur në Hag, ishin më të shpejt në ardhi këtu dhe më të hershëm, qënë se ende është edhe në përgatitje si për gjithë skena e gjithë bina që është bërë gati këtu për takimin. Nderuar, përshëndetje, nga cili vend keni ardhur? Me jemi prej Suarikës. Prej Suarikës? Po. Po shihet që keni shumë simbole, kemi kamerën pak sa larg, nëse mund të ktheheni zonë edhe ju mund të bashkoheni nëse mundeni. Jeni edhe ju prej Suarikës? Jemi qift. Jeni qift, apo dhe kemi bashkë një qift të cilët kanë ardhur të veshur me shumë simbole dhe në fakt qëllimi i tyre dihet prej larg se çfarë është, pra janë prej kudo që do të shihesh do të dijej që rrugët po ju çonin këtu në këtë shesh. A na tregoni si e shihni këtë mbledhje të gjithë shqiptarëve, sa do shftuar që të ketë pjesëmarrës nga të gjitha trevat shqifolse? Sot
është proteste radhës, të llogarit protestën që kemi pas në Prishtinë, pastaj edhe në Hag, sot e kemi në Tiranë. Të shfaqim po ato pakënaqësit rreth gjykatës së Hagës, rreth padrejtësive që janë t'ju bëhe njerëzve tanë atje. Se kam pak emocione. Keni qenë ju pjesëmarrës në luftë? Po, jam edhe pjesëtar i luftës, invalid i luftës. Si e shihni ju këtë pjesë? Është duke u gjykuar një prej trupave, pra disa prej liderëve që aso kohë keni pasur edhe bashkëluftëtar, keni pasur një mision të përbashkët? Po, kemi njoft, edhe personalisht i kam njoft, që gjithë atje që janë në Hagë. Kemi pas komandante, kemi pas edhe refysat e luftës, kemi pas, me të gjyku ata njerëz për neve nuk ka mo ku të shkojmë ma ullët e ma poshtë. Se këto është një gjykat krejt politike, që s'ka të bëj me ato çfarë janë ato pretendimet e krimeve të ndodhura faktikisht. Keni pas rasin me dëgju dëshmit, çka keni kuptu prej tyre, prej të dy palëve, edhe dëshmitarët e mbrojtës edhe ata të Përderisa ka dëshmitar shqiptar që shkon atje dhe thot ma ka vjedh apo ma ka marr një viç, apo më ka shtije me hangër këpurdha, apo diçka të tilla, këto janë vetëm se qesharake për mu. Sa i përket ata pro, i kanë dëgju këtë bota i kanë dëgjue. Fjallët ma të mira, ma mira dije për ata që i kanë fol, janë të gjithë ata që kanë fol pro. Faleminderit shumë. Po ju, zonjë, sigurisht edhe ju e keni përjetuar luftën. Keni menduar që do të vinë në një moment të tillë kur do të duhet që të dilet në shesh për t'i mbrojtur ata që kanë qenë në krye të një organizate që ka qenë UÇK-ja dhe synimi i saj politik? Jo, kur se kemi mendu këtë që ka mendu kjo. Na jemi gëzu krejt që jemi liru për luftës që tash të përgjykuan të drejtit. Faleminderit shumë për kohën që ndatë, po ashtu edhe zotërisë. Ne do të qëndrojmë po ashtu në këtë vend për të parë edhe numrin e madh të qytetarëve që do të vinë, po ashtu edhe nga trevat e tjera, meqense është paralajmëruar që do të ketë qytetar që do të vinë si nga Maqedonia e Veriut, ashtu edhe nga Presheva, po ashtu edhe shqiptar nga Mali i Zi që kanë paralajmëruar se do të vinë të organizuar, njësoj siç do të jenë edhe nga Kosova, meqense ky numër që po vije këtu është sigurisht që kanë ardhur të organizuar me transport individual, meqense dim që ka edhe autobus si nga OVL që këtë organizuar ashtu edhe në format të tjera, duke paralajmëruar që do të ketë një masivitet këtu në sheshin Skënderbej për të treguar synimin. Por po shihet tashmë edhe disa nga politikanë, deputet, të cilët janë pjesëmarrës në këtë mbledhit në fakt që ka edhe disa orë për të nisur nga ora caktuar, por është raportuar në fakt që edhe presidenti Vjosa Osmani është parë duke kaluar kufirin dhe duke ardhur këtu në territorin e Shqipërisë, por që nga ajo se çfarë kemi konfirmuar nga presidenca na është thënë se ajo nuk do të jetë pjesëmarrëse në këtë protestë, por që vizitën e saj në Shqipëri e ka për arsye personale e familjare, por që jo nuk lidhen edhe me këtë protestë. Ne do të qëndrojmë këtu dhe do të rilidhemi sapo që të ketë ndonjë zhvillim të ri këtu nga përgatitjet që po bëhen. Faleminderit shumë Qendresa për krejt atmosferën që na ke sjell live, ndër të tjera dhe për gjitha intervista që ke zhvilluar natyrisht me persona të shumt të krahas kohës sa herët është, duket se entuziazmi është shumë i madh i gjithë atyre që natyrisht kanë zënë vendet e tyre. Do të jemi në kontakt vazhdimisht në këtë transmetim live. Mirë, me që kishim paralajmëruar qysh nga fillimi i këtij programi, tashmë më thonë se rezultati i sondazhit të sotëm është në fakt gati dhe krejt kjo si pasojë e lajmit fillestar pra se presidenti Vjosa Osmani do të marrë pjesë në këtë protestë, siç e dëgjuat edhe gazetarët në Qendresën, por edhe raportimet të tjera e njëjta ka shkuar në Tiranë për arsye private, personale. Ato duhej edhe krerët e institucioneve kosovare të jenë prezent në protestën e sotme, po 72%, jo 28%. Pra 72% e shikuesve tanë që në kam parë live në këtë transmetim live, kanë menduar se do duhet të ishin aty. Megjithatë, do të shohim se nëse do të ketë një organizim të ngjajshëm pra edhe në Shkup, ashtu siç